Përshëndetje, shenja e luanit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Gjendja juaj personale hapet me mbretëreshën e shkopinjve. Kjo ju personifikon ju ose dikën në jetën tuaj që ka këtë lloj esence, karizmatike, magnetike, me zjarr dhe besim të brendshëm. Edhe nëse këtë besim nuk e ndjeni gjithmonë plotësisht, shpirti juaj ka një forcë të lindur për të udhëhequr, për të frymëzuar dhe për të rrëmbyer vëmendje. Ju këtë javë jeni në kontakt me identitetin tuaj të vërtet, kush jeni, çfarë meritoni dhe sa vlerë keni. Më pas vjen asi i monedhave dhe këtu kjo energji merr formë konkrete, diçka e re po hyn në jetën tuaj, një mundësi, një projekt, një ofertë, një bazë e re stabiliteti. Kjo kartë është si një farë që Zoti po e vendos në duart tuaja. Nuk është iluzion, është reale. Ju po merrni një shans për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Por më pas shfaqet asi i shkopinjve në të kundërt dhe këtu ndjejmë një ngandalësim të brendshëm. Ka një zjarr që nuk po ndizet plotësisht. Ju mund të ndiheni pak të lodhur, të pavendosur, ose sikur nuk keni ende energjinë për të vepruar menjëherë, jo sepse nuk doni, por sepse diçka brenda jush po kërkon më shumë siguri përpara se të hidhet, përpara se të rrezikojë. Dhe në fund, kalorësi i monedhave. Kjo është karta e durimit dhe e këmbguljes. Ju nuk po nxitoni më. Ju po ecni ngadalë, por të sigurt. Është një energji shumë e pjekur për luanin. Jo me shpërthime, por me ndërtim hap pas hapi. Ju po mësoni se fuqia nuk është vetëm në zjarr, por edhe në qëndrueshmëri. Kalojmë në familje. Në familje energjia fillon me heremitin. Këtu ka distancë emocionale, reflektim, ndoshta edhe vetmi. Dikush në familje ose ju vetë është tërhequr pak, duke menduar shumë, duke analizuar, duke kërkuar kuptim. Nuk është ftohtësi, por nevojë për hapësirë. Pastaj vjen 3 shpatat dhe këtu del dhimbja, ka një plag, një zhgënjim, një fjalë që ka lënduar ose një situatë që nuk është shëruar ende. Është një dhimbje reale, jo dramatike, por e pranishme në heshtje. Me 5 kupat, kjo dhimbje kthehet në trishtim dhe keqardhje. Ka ndjenja humbjeje, nostalgjie, malli për atë që ishte më parë. Është sikur familja ose ju vetë jeni të pikulluar për diçka që nuk është më. Dhe në fund 6 shpatat. Kjo është karta e largimit nga dhimbja. Jo ikje fizike, por kalim shpirtëror. Është shërim i qetë, lënje pas e së kaluarës, fillim i një kapitulli më të lehtë. Kalojmë tek dashuria, ku energjia hapet me 2 monedhat. Ju jeni duke balancuar diçka, 2 ndjenja, 2 persona, 2 zgjedhje, ose thjesht përpjekje për të ruajtur ekuilibrin mes zemrës dhe mendjes. Ka një ndjesi se po përpiqeni të mos humbni kontrollin emocional. Më pas kemi mbretin e shpatave dhe këtu mendja merr hov, merr drejtim. Ju kërkoni qartësi, sinqeritet, komunikim të drejtë për drejtë. Nuk doni më lojra emocionale. Doni të dini ku qëndroni, çfarë po ndodh, çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo. Me kartën e botës ndodh një mbyllje shumë e bukur. Kjo është karta e përmbushjes, e ciklit të mbyllur me sukses. Tregon se një kapitull i rëndësishëm në jetën tuaj sentimentale po përfundon, jo me dhimbje, por me ndjenjë kompletimi. Mund të jetë arritje, stabilitet, ose thjesht një paqe e brendshme me jetën tuaj, me historinë tuaj. Dhe në fund kemi 4 shkopinjt. Kjo është karta e bashkimit, e festës, e shtëpisë shpirtërore. Tregon harmoni, gëzim, siguri emocionale. Është karta e tipit që të bën të ndihesh sikur je në një oazë të ngrohtë, familjar. Dashuria juaj këtë javë ka potencial për stabilitet dhe gëzim të vërtet.
Kalojmë tek puna. Në punë historia fillon me 8 monedat. Ju jeni duke punuar fort me përkushtim, me disiplinë. Nuk jeni më në një fazë ëndrash, por në fazë ndërtimi real. Jeni të përqendruar, të zellshëm, duke investuar energji në diçka që doni ta bëni vërtet mirë. Më pas kemi 9 kupat dhe kjo është karta e kënaqësisë, tregon se po merrni kënaqësi nga ajo që bëni, ose të paktën po ndjeni një arritje personale. Është karta e tipit dëshira të realizuara, të kënaqur me veten. Me asin e shpatave vjen qartësia, një ide e fortë, një vendim, një komunikim i rëndësishëm. Ju shihni qartë rrugën, pa mjegull, pa iluzione. Është moment që ndriçon mendjen. Dhe në fund kemi 2 kupat. Kjo është karta e bashkëpunimit, tregon partneritet, marrëveshje, lidhje profesionale të balancuar. Ju nuk jeni vetëm në këtë rrugë. Ka dikë që ecën me ju në mënyrë të barabartë ose dorë për dore. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi Trust. Trust është vula e leximit për javën. Besoni tek procesi, besoni tek vetja, besoni se ajo që po ndërtoni ka kuptim edhe nëse nuk shihni menjëherë rezultatin, sepse ju po kaloni nga zjarri impulsiv në forcë të qëndrueshme, nga dëshira për të shkëlqyer në aftësinë për të ndërtuar. Paçim!